Toxicness, s'm pëlqen këtu. Po, janë shumë toksik. Ka lidhje me ndonjë shqiptar? Jo, ama Po bazohesh? një njerëz që janë lidhje, për shembull me djemt këtujit, edhe kom një raste shumë, për viti s'kisha mujt. Për ty, si je, a i mirë? Mi faleminderit. Jemi për emisioni 05, prej nga jene? Belgjika, Shkupi. A po më tregoni sa shpesh veni në Kosovë në pushime? Çdo vjet, çdo vir, po. Keni lind atje? Kom lind atje, po. Në rregull, a po më tregon sa po të pëlqen sezoni veror? Shumë, shumë Si po duket atmosfera? kam qef marrë. Super, perfekt, më kënaq, po. Sa po qëndron zakonisht kur vjen në Kosovë në pushime? Një muj, normal? Po. Po është mjaftueshme që me uçmoll me vendin familjar? Po, për që ta vina, për familje me dorë. Edhe për mjaftuj, një muj janë Po, tamam, apo ja. kishe... Jo, të kisha 3 muj, apo dhe, se 3 muj kina pushim, ama... Pse nuk mundi me nejtë 3 muj? Nëse i ki 3 muj pushim? Kina pushim, ama prapë sërë dolim punat që ki sërë shka me bu. Okej, qka punon atje, me qka mere? One ta shkollë fakultet jam halo. I në fakultet? Po. Qka studian? One marketing communication. Marketing? Po. Në rregull, a si po ecin studimet? Mirë, super. Në rregull. Unë po du me të pyet pak edhe për meshkuj shqiptar nëse nuk e ki problem? Jo se kam problem, ama Si i vlerëson, si i sheh? normal unë jam rrit, prind ka thonë gjithë dush me marrë shqiptar, e kam mendon e një shqiptar. Je lidhje me shqiptar? Jam lidhje me një shqiptar, ama është edhe e Belgjikës, ma mirë për mu. Unë s'kisha mujt vetë, mu kanë bashkë me dikan i këtujt për shembull. Për çfarë arsye? Ti the që jenë lidhje me një shqiptar që jeton në Belgjikë. Po. Ndërsa nuk e sheh vetën që kishte mujt me funksionu lidhje me një shqiptar që jeton në Kosovë. Po, ama ju në Belgjik. Apo ti, nuk jam dikush që muj më kanë relationship me dikan distancë shumë. Edhe kam qef që ai për shembull e din gjuhën Belgjik, i kena kitë ma letë. Apo ti, edhe ka më shumë edhe mentalitetin e aty, se këto i kam pak ma ndryshe. Çka mendo? Si është mentaliteti jon pasi që po e thon? Jo për me thonë dishka Nuk po të pëlqen. Toxicness, s'm pëlqen këtu. Po, janë shumë toksik. Ka lidhje me ndonjë shqiptar? Jo, ama Po bazohesh? një njerëz që janë lidhje, për shembull me djemt këtujit, edhe kom një raste shumë, për viti s'kisha mujt. A po më tregon për fond a ke një përshëndetje edhe po të liroj? Përshëndetje të irritam. A pja dërgon në një puthje për me sa mirëson? E lëso ma mirë. Përshëndetje edhe junat.